Unë vrej bie fjala që në muajt e fundit ka ndryshuar në tone kritike qëndrimi i institucione i BE-s në përgjithësi, po edhe i përfaqësuesve të saj ndaj qeverisë Rama. Skandali i Belinda Ballukut është ende një njollë turpi për këtë qeveri, mënyra se si jo vetëm e kanë mbrojtur nga pema institucionale. Sot Belinda Balluku do duhet ishte të paktën në arrest shtëpiak, e hetimi ndaj saj të BE-i plot nga spaku. Por po ta vësh re, Rama identifikohet me të edhe politikisht. Pra, Belinda Balluku nuk është ai familjari, po themi që turpëron, po s'ke ç'i bën. Aty edhe e heq ka fotografitë e dasmës. Belinda Balluku është ende në vit parë. Rama del me të edhe kjo mburoi dhe mbrojtje politike kaq publike për zonjë Balluku, ndërkohë që nuk ka qenë rasti me zotin Tahiri, zotin Vediaj, zotin Koka e të tjerë, bashkëpunëtor të ngushtë të zotit Rama, zoti Beqaj fjala bie, të cilët natyrisht moto e Partisë Socialiste ka qenë që ne lëm drejtsinë të bëj punën e saj. Qofshin këta dhe bashkëpunëtor të çmuar politik. Ndërkohë që për zonjën Balluku është gati të prishë marrëdhënie edhe me Gjermaninë apo me vende të tjera anëtare, të cilat natyrisht po penalizojnë Shqipërinë për marrjen e IBAR-it. E vërtetë, kam vënë re këtë dallim. Ka disa mënyra shpjegimi. Mënyra e parë ka të bëjë me faktin që Belinda Balluku është më pranë Ramës se kushdo nga personazhet që ju përmendet. Ka qenë zëvendës kryeministre dhe i drejtuese politike shumë e rëndësishme, vazhdon të jetë drejtuese politike shumë e rëndësishme e Partisë Socialiste. Zoti Ahmetaj, zoti Veliaj në ana tjetër dhe zoti Tahiri, kjo është delfinët apo pasardhësit e zotit Rama. Dhe tani do dalë tek arsyeja e dytë. Arsyeja e dytë ndoshta ka të bëjë me faktin që Belinda Balluku mund di gjëra për Ramën komprometuese, kështu që ai në një farë kuptimi është i detyruar ta mbrojë Ballukun. Balluku besa duket ja ka bërë të qartë që ne ose arrim të dy mbi sipërfaqen e ujit ose shkojmë të dy në fund detit. Kështu që ky është shpjegimi racional sepse Rama e mbron me kaq kosto politike edhe në opinionin publik, po edhe në raport me paktën me Bashkimin Evropian Belinda Ballukun. Mund të ketë bëjë dhe fakti që, si i thoshin dikur, ndryshime sasiore sjellin ndryshime cilësore, do të thotë vjen një moment ku ministri i korruptuar i radhës bëhet një më shumë për të mbajtur ekuilibrin. Që thotë Rama mund të toleronte deri në një farë pike 2, 3, 4 figurat e para që goditeshin nga drejtësia, por patjetër ky proces do të kishte fund, përndryshe jo thjesht Rama vetë, po krejt enturazhi i tij politik ndihet i pasigurt. Unë kam dëgjuar para 1-2 muajsh një fjalim të gjatë të Ramës përpara deputetëve socialistë, ku ai pranonte se disa prej tyre i thoshin ti po na merr në qafë me këtë reformën në drejtësi. Sigurisht ai e përdor për një formë ligjërimi i leqar, mi po ndoshta një farë të vërtetë ka aty brenda. Shumë njerëz korruptuar brenda PS-s mendojnë që Rama është i gatshëm të shes të gjithë përveç vetë ose për shpëtuar veten. Nëse ata binden kësaj, Rama nuk e ka gjatë në pushtet, sepse në marrëdhëniet politike korruptive, i cilat i gjen si marrëdhënie politike feudale, ata që janë poshteje, vasalët, të japin shërbimet e tyre, po kanë nevojë edhe për mbrojtje. Nëse binden se Rama nuk do t'i mbrojë, atëherë do t'i dalin kundër Ramës. Për gjitha këto arsye, Rama ka zgjedhur të identifikohet plotësisht me Belinda Ballukun. Themi mbas në kohë, ju thatë fillimet e aktivizmit tuaj publik, dhe natyrisht kujtoj se ju jeni bërë palë apo keni shkuar për të mbështetur minatorët, fjala bie, keni shkuar naftëtarët, keni mbrojtur çështje të ndjeshme publike si çështja e personit që u vra për momentin Klodian Rasha.